me 9 prill në ora 10:45 shpall solemnisht shpall Kushtetutën e Republikës Kosovës, e miratuar nga 107 deputetët e Kuvendit Kosovës. Kushtetuta e Kosovës u ratifikua më 9 prill 2008 dhe hyri në fuqi me 15 qershor 2008. Kushtetuta është akti më i lartë juridik që garanton të drejta dhe liritë themelore të gjithë qytetarëve të vendit. Pjesa më e madhe e kësaj kushtetute rrjedh nga plani i ish-presidentit Marti Ahtisarit, duke i dhënë kështu të drejta specifike grupeve minoritare dhe një ambient më të sigurt për të gjithë qytetarët e Kosovës. Kushtetuta e definon Kosovën si një shtet me pikpamje neutrale ndaj fesë, në enitet. Ajo ka 14 kapituj dhe 162 nene. Arsim Bajrami, hartuesi i Kushtetutës së Kosovës, thotë se njerëzit e hierarkisë shtetërore duhet të kenë edukim kushtetues dhe patriotizëm kushtetues. Kjo është më jap brengose, sepse leadershipi, pra njerëzit e hierarkisë shtetërore janë ata që duhet të kenë jo vetëm edukim kushtetues, po edhe patriotizëm kushtetues. Pra në kohë moderne, në kohë paqe, ku nuk jenë luftë, respekti për kushtetues është një patriotizëm modern, etatist apo kushtetues, dhe ky patriotizëm duhet të ngritet nga niveli më i lartë shtetëror dhe pastaj të përçohet poshtë te qytetarët, te studentët, te nxënësit përmes sistemeve edukative që praktikisht kushtetuta është një akt kombëtar që duhet mbrojtur. Vetë këto shkelje na tregojnë që kemi pak probleme me edukimin dhe emancipimin politik të klasës politike. Nuk e kemi nivelin kulturor edukativ në atë nivel që ne të jemi përgjithës para shtetit, para kompetencave, para shërbimeve publike. Ju mund merrni shembull në Bashkimin Evropian kur për një shkelje krejt vogël, me njëherë është një dorëheqje nivelit më të lartë. 9 prilli është zyrtarisht fesë shtetërore në Kosovë, që do thotë se institucionet sot e kanë ditë pushimi.